A din që është me ligjë Kosovës? Me ligjë Kosovës, policia mundet me të ardhëzu shpinë veç nëse jetë gjatë procesit të ndërtimit në pronë publike. Me ligjë. Në moment që e ki ndërtu, hynë në tjetër kategori. Që kjo është ligji i Kosovës, që ato nuk janë ardhëzu gjithandej 325.000 gjatë ndërtimit. Se kanë toleru ndërtimin. Po mirë, ka qenë gjendja jashtëzakonshme, Matoshi, dihet që nuk ka pasur shëndim të ligjit atje. Ka pas gjykot. Nuk ka pasur shëndim të ligjit, ka pasur inspektorat, nuk ka pasur institucione që kanë mund me rëzu. Në kohën e Radojqiqit, po pret ti që dikush më shku me rëzu pëse po ndërtohet në pronë të... Kanë shku në kohën edhe në kohën e Radojqiqit, një shi speciale, i kanë shku në pikat kufitare, kanë shku në pikat kufitare, i kanë luftuar barikadat. Ka shkuar në pikat kufitare, i kanë luftuar barikadat, por nuk ka pasur aq shumë sundim të ligjit sa. Ama çfarë për sundimi i ligjit se pas jush? Policia me të ka përfytja, me të shkel ligjet e shtetit tona, që ajo sundimi i ligjit a? Jo, sundimi i ligjit është 1%. Kur derisa ki rast në gjykat, s'ka kur gjë tjetër. Mos dit unë tash, çaj është rregulli në Kosovë. Nuk mund është ti derisa ai ki edhe 7 ditë rastin gjykata me marrë vendim, pris kfillti me ardh me të ardhzu pronën. Çollaku. Nuk mundet, kjo nuk ndodh. A mos të flas për raste tjera. Në graskën e kurtit kur po kritikojmë edhe veprimet sikur ky për rrëzimin e ndërtimeve të paligjshme mbi pronën e Iber Lepencit. Po nuk e dim ben ajo të paligjshme as. Edhe nuk e din a është pronë Iber Lepencit krejt. Edhe nuk e dim sa ka ajo pronë Iber Lepencit. Na që s'kan lidhje me Iber Lepencit. Pasha zotin Arben Ahmeti krejt çfarë që thonë janë. Krejt propaganda janë. Kur gjë nuk kemi letër që më po një me kujna janë, çka ka thonë gjykata, çush ka përfunduar gjykat, ajo ndërtu, ku ju ndërtu. Qit një krejt, çatë flosu. E thon bravo Albin. Ma e din Matoshi që me bu me vendosë që ka pa kurdo. Ekziston një ligj, tash se unë nuk dua ta bëj panelistin këtu, por ekziston një ligj në Republikën e Kosovës që quhet ligji për ujrat, dhe thotë që pronat për skaj lumejve dhe liçemeve të Kosovës deri në 20 metra nga bregu janë pronë e shtetit. Kur është bërë ky ligj? Gjithë ka ekzistuar. Prej kur ekziston Republika e Kosovës. Okej. E kur janë ndërtu në fshat në atë cilat i kanë 100 vjetë shtëpijat, çka po shkojnë aty? Nuk besoj çka po shkojnë aty me kërku, a me ti mu drejtat pronësore ti shoh, 7 ditë, me çfarë rregulli? Pse po që janë katune sërbe, që aty rreth Gazivodës, që janë pritë që ndërtu Gazivoda. Që ekzistojnë para se mu bo Gazivoda. Po mos ni, se si më të vojtë përveç ato. Është një lloj ka një lloj arbitrariteti edhe mos komunikimi bazik me njerëz. Duhesh me shku me fol me njerëz, se njerëz të tu, që ti veni. Për shembull, kritik me gjuhën e ligjit. Lutem, është kritik normale. Jo kritik normale, po do kritik shumë e ashpër më kur. Nuk është në rregull, më çunën